بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعد ذلك تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. Allahun Zotin e gjithësisë e falenderojmë, vetëm atë adhurojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, shpëtim, udhëzim kërkojmë. Salavatet tona, përshëndetjet tona, më të mirat, më të bukrat, më të plotat, profetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë atyre që rrugën e Tij kanë ndjekur, ndjekin dhe do të ndjekin dërgojmë. Lutim Allahun subhanahu wa taala që këtë tubimin ton usonte të bëj prej atyre tubimeve që me laqet i vizitojnë, prej atyre tubimeve që nga fjalët e Allahut që i ndëgjojnë përfitojnë, dhe të na bën prej atyre burrave që pasi që shpërndahen nga çdo e keqe mbrohen e nga mirësitë e Allahut subhanahu wa taala nuk privohen. Të nderuar vëllezër, pas falënderimit Allahut subhanahu wa taala, nuk do të harroj që edhe juve me ju falenderu për kohën që keni ndajt, për mundin që ne keni dhënë për më ardhmë më prezantu në këtë ligjërat javore, që e di që për shumicën, për gurbeqar, për shumicën e gurbeqarve, kjo dita e shtunë është dita e 6 e punës. Dhe më thënë, lodhja është maksimum, mirë për dëshira e madhe është edhe më e madhe se sa lodhja që ju sjell të prezantoni në këtë ligjërat. Prandaj unë nuk do ta zgjasë shumë, do të mundohem që ligjërata me qenë të thënë jo e gjatë, por me qenë edhe e dobishme për secilin prej neve. Të nderuar vëllezër, neve si gurbeqar, por çdo vjet na ndodhen që të udhtojmë. Dhe gjatë udhtimeve që i bëjmë për me shfrytzu sezonën pushimeve, sezonën që e presim ndoshta me muaj dhe përgatitemi, na ndodhin bashkë në kufit, në kalimet, disa gjëra që na ndodhin, ndoshta ku nuk i harrojmë. Na ndodh që nga ndonjëherë të shohim njerëz neve duke pritë rend për me kalu kufinin, dikush kalon pa rend. Kalon, pinte pasaporta, me njëherë kalon, edhe habitemi, ki njeri është diçka VIP. Mirë po na ndodh dhe njëherë, jashta për njerëzve që presin normal një pritje, dikant para neve ndoshta atë bashkë me familjen e tij e kthin mas. Dhe kjo edhe jep një atmosferë krejtësisht tjetër, ka diçka ki njeri. Na ndodh edhe diçka tjetër vëllezër, që dikush e kalon kufinin jashtë atyre që e kalojnë normal, e kalon pak me probleme, kalon pa me probleme, me thënë, jo rahat. Edhe kjo të më thënë e kryon një atmosferë tjetër, përsëri ne i harrojmë këta. Prapë kur vim gjatë udhtimeve, ndoshta na kujtohen edhe normal, ata që janë pak ma vetëdijshëm, ma shumë përgatiten që mos me ndodh ai njëri prej atyre që e kthi. Kjo ndodhen vëllezër gatise në çdo udhtim, në çdo sezon. Ka njerëz që privohen, ka njerëz që janë të parët, shkojnë pa problem, edhe ka njerëz që janë normal. Edhe në këtë muaj të Ramazanit do të gjejmë 4 lloj të njerëzve që do të agjërojnë. Edhe në këtë muaj Shaban, në fakt ekzistojnë këta 4 lloj të njerëzve që para përgatiten për me hyrë në muajin e Ramazanit. Kush janë këta 4 lloj të njerëzve? Në cilin grup të këtyre njerëzve jemi ne? Grupi i parë që e cekin dietarët që janë në këtë muaj, dhe në fakt do të jenë po ata të njëjtët ndoshta edhe në muajin Ramazan, janë el muferridun, të përkushtuarit. Këta janë njerëz vëllezër që kur ta kapin një punë, më thënë e kapin punën me kohë dhe e kryjnë ashtu si duhet në kohë. Janë të para përgatitur, psikikisht, shpirtërisht. Neve, po edhe
shumë hoxhallar tjerë në këtë muaj i përkujtojnë njerëzit kujdes, se ky muaj është muaj që është para përgatitje për muajin madhështor të muajit të Ramazanit. Ata të cilët përgatiten për muajin e Ramazanit nuk janë sikur se ata të cilët nuk përgatisen. Ka dikush që vetëdijsohet në gjysën e muajit të Ramazanit, se pas ka ardhur muaji i Ramazanit. Edhe fillon me u ngjall imani i tij. Ta lloj të njerëzve vëllezër janë gjithmonë të parët. Prej ditës parë të Ramazanit është plotësisht e vetëdijshëm për premtimet e Allahut subhanahu wa taala që i ka premtuar agjeruesve. Shpërblim pa hesab. Shpërblim që Allahu subhanahu wa taala ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu azza wa jall, të gjithë veprat e njerëzve do t'ju jepen shpërblimet, edhe dihet se sa e kanë shpërblimin, përveç agjeruesve. Unë thot do t'jap shpërblimin e atyre. Më thanë, numri i agjeruesve vëllezër, a mund ta paramendoni si vjet do të jetë 2 miliard njerëz që falin namaz, bojnë hax, bojnë umre, japin sadakaja. Mirë po, ata të cilët janë të pranuar, ku do t'ju pranohet agjerimi, Allahu subhanahu wa taala e merr aj për sipër, aj me adhon shpërblimin e tyre ashtu dhe aq sa don Allahu subhanahu wa taala. Pse? Se agjerimi është një vepër që kërkush nuk ka mundësi me e pa. Sa përqind e ka filani agjerimin, a e ka të plot, a e ka të mangët, përveç Allahu subhanahu wa taala. Pra thënë, është një adhurim që nuk duket, është aq adhurim i rëndësishëm dhe i madh, që e don Allahu subhanahu wa taala, që vetëm ai din se sa do t'i shpërblen agjeruesit. Allahu na bëj prej atyre. Një shembull vëllezër. Një shembull. Ne këtu në Gurbet, dikush prej neve punon në një firmë të madhe. Paramendo dikujt për shembull kur t'i vin një lajm dhe t'i thuhet atij që rrogën do më ta dhon shefi i tij personalisht në dorë. Qenet normal, ju vin rrogan konto, atij vin një letër thot shefi do më të taku dhe ai personalisht do më ta dhon rrogën për punën që e ke bë. Krejtësisht është një ndjenjë tjetër. Shefi që janë 1500 punëtor, ai ka dalluar ti më ta dhon rrogën. Allahu subhanahu wa taala i thot unë do t'i jap të agjeruesit shpërblimin. Ne duhet ta dimi këtë para muajit Ramazanit që me qenë prej këtyre njerëzve. Për me qenë të këtij llojit, ti që agjeron muajin e Ramazanit dhe ta marrësh shpërblimin e plot prej Allahu subhanahu wa taala të shumë fisht, jo 10 fisht, po shumë fisht, atëherë duhet me pas kujdes për 2 gjëra të rëndësishme. E para është vëllezër që gjatë ditëve të muajit të Ramazanit dhe netëve të muajit të Ramazanit, kujdesu që me i kry obligimet e namazit. Kujdesu që i krysh obligimet e namazit gjatë ditës dhe natës që i kemi fars që mos të hikin, por me i falë si është ma e mira. Me i falë në kohë, po nëse je i lirë, mundoj me i falë dhe një në xhami që ke afër veti, se këtë e donë Allahu subhanahu wa taala. Atë veçanti prej agjeruesve. Se agjerimi pa namaz është i mangët. Pa edhe namazi pa agjerim, po ashtu është i mangët. Është i mangët vëllezër. Dikush që fal namaz edhe nuk e bën agjerimin ashtu si duhet, ose nuk agjeron, ai nuk do të thonë që nuk është musliman. Mirë, pa agjerimin e ka tepër ka të mangët. Andaj vëllezër, pasi që ne do ta agjerojmë muajin e Ramazanit, nëse pyesim cila është mënyra më e mirë? Mënyra më e mirë është u bë tamam musliman. Çka do të thonë tamam musliman? U bë ashtu sikur se don Allahu subhanahu wa taala robi i tij. Mu gjin në ato kohë, në ato vende që Allahu subhanahu wa taala është i kënaqet prej neve. Shefe, rahmet është prej Allahu subhanahu wa taala, mëshirë është që neve nuk na ka bë obligim Allahu subhanahu wa taala namazin, si thënë me një gjys ditës me një në xhami. As nuk e ka bë obligim Allahu subhanahu wa taala që namazet patjetër me i fal vetëm në xhami. Mundesh edhe në udhtim, edhe në punë, edhe çdo vend me i fal. A kryesorja çka është, e dimi se edhe puna është fars obligim, mirë po,
Dikush me gojë thot e puna është farsë edhe namazi i farsë, por e praktikon sikurse me qenë namazi asen haram. Nuk e praktikon namazin. Prandaj ju them edhe një herë vëllezër, për me arrit aq përblimin e madh, duhet me i plotësua edhe këtë kusht. Shifni, çështjen e dunjas me do me bë arrit diçka që shumë është e rëndësishme në jetën tënde. Do me arrit për shembull me marrë në shtetësinë, do me arrit diçka me arrit që shumë është me rëndësi. Nëse shkon me dokumente e mangu, falë thot po, të meriton. Jenë vëllezër e din ata njerëz që në fakt jeton me një ëndër, me një dëshirë, me një bindje që e du me marrë diçka me arrit. Kur vin shkaku i dobësisë tënde, neglizhensën tënde që si ke plotësu kushtet, gjithë atë mund që e ke boti, ka munguri dokument, privohesh prej asaj mirësisë. Vëllezër, do të ketë edhe shumë njerëz, përveç këtyre që janë garuesit, që nuk do të arrin, sinqerisht nuk do të arrin që me i marrë shpërblimet e plota. Pra, edhe një herë vëllezër, këta garuesit janë ata të cilët me të vërtet ju intereson, jo hajs, më thënë vetëm me bo punë, si është ma e mira me bo. Këta janë ata garuesit. Çka duhet unë gjatë ditët Ramazan, më thënë, jeton atë ditë ashtu sikur se e don Allahu subhanahu wa ta'ala. Lloji i dytë i njerëzve vëllezër janë ata al-mukhallatun që i përzin punët. I bën edhe punët e mira, po edhe të këqijat se një lek. Veçanti në ditët e para të muajit Ramazanit, ka njerëz që ende jeton, si thënë me atmosferën para Ramazanit, e arsyetohet gjatë ditëve të Ramazanit të ka kap Ramazan. Në fe nuk ka kështu diçka që ka kap Ramazan. E kundërta. Ata që agjerojnë për Allah dhe ashtu sikur se don Allahu subhanahu wa taala, patjetër me pas agjerimi prej ditës parë efekt. Mirë po, njerëzit që nuk janë para përgatit për Ramazan, me dije, kjo është çështja e parë, që e din se çka është të kry, çfarë urdhni është të në vend, besoni që vëllezër këta janë me iman dobët, mundohen vetëm më arsyetua dhe më arsye që nuk janë të kapshme. Andaj Allahu subhanahu wa taala i ka cek që ka edhe kështu musliman. Do të thonë edhe të mira bon edhe të këqija. Thot Allahu subhanahu wa taala wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim. Ka disa prej atyre që i pranojnë gabimet, lëshimet që i bëjnë, mëkatet. Khalatu amalan saliha wa akhara sayyi'a. Këta janë thotë që i kanë përzi disa punë të mira me disa punë të këqija. Ka më të vërtet gojën e ndalën prej pijes, prej pijeve, prej ushqimeve, mirë pa, goja nuk i ndalet prej fjalëve të dyta. Do shta nuk pinë cigare, mirë pa, me gojë nuk dallon, a është i madh, a është i vogël. Edhe arsyen e ka se unë jam të agjeru. E kundërta, agjeruesin kur e ka përshkruajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot agjeruesin nëse dikush e provokon, çka thot? I thot 3 herë thot inni saim, inni saim, inni saim. Unë jam agjerues, unë jam agjerues, unë agjerues. Më thon zguxoj me fol. Me ta kthy ashtu sikurse ma thotë. Pra, kjo është vëllezër për ata njerëz të cilët i kanë përzi punët e mira dhe punët e këqija. Pra, një herë shkon mirë rrugës, prapa shkon atje ku është edhe rreziku. A keni pa në autoban njerëzit të cilët shkojnë edhe ngjathtë edhe majt bëjnë shqetësim, domethënë rrugë në për udhëtarët të cilët udhtojnë. Afrohet një shkon ngjathtë, një shkon majt, nuk është domethënë stabil. Lloji i tretë i njerëzve vëllezër el mahrumun. Edhe në këtë muaj, edhe në Ramazan, ekziston lloji i njerëzve të cilët janë të privuar prej mirësive të Allahut subhanahu wa taala. Çfarë do të thonë i privuar prej mirësive të Allahut subhanahu wa taala? Rabbul Alamin na ka premtuar të gjithë neve, nuk na ka dalluar. Na ka premtuar, na ka dhënë besën që lutjet ka më na pranu, dëshirat ka më na realizu, por me kusht, po që se ne i realizojmë kushtet që Allahu subhanahu wa taala na ka kërkuar. Në veçanti në muajin e Ramazanit, vëllezër, Rabbul Alamini na ka premtuar Allahu subhanahu wa taala, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se për çdo agjerues 30 ditë të muajit të Ramazanit ka nga një lutje të pranuar.
lutjen tënde për çka ka më bë. A ke mendu dhe njëherë për çka do më lut Allahu subhanahu wa taala? Dhe njëherë ka disa njerëz që kanë dërgje, që kanë probleme, që nuk ka mundësi askush ndër rrezullin toksor me azjet këtë problem. Mirë po, ai i cili është mbi qiell, Rabbul Alemini, ja zgjedh. Atëherë pse mos më e shfrytzu këtë mundësi? Me të kalu 1 ditë, 2, 3, 15 ditë, 30 ditë muajit Ramazanit edhe njeriu mos më përfitu. Ma e madhja çka është vlezër që njerëzit privohen në muajin e Ramazanit, muajin e amnestisë, muajin kur është atmosfera që njeriu me fillu një lidhje me Rabbul Aleminin, njeriu prapë nuk ka mundësi, një muaj ka pas shans, prapë nuk e ka shfrytzu këtë rast. Një muaj. A besoni vlezër, në çështjet e dunjas, dikujt kur t'jepet edhe një mundësi për diçka shumë të rëndësishme dhe nuk e shfrytëzon, ku nuk rrin rahat. Vllai i dashur, ndoshta kjo është muaji i Ramazanit, muaji i fundit në jetën tonë që do ta xhirosh. Besoni vlezër, për çdo vit na ndodh neve që kemi vlezër të afërmit tan, ata që kemi desht për hir të Allahut subhanahu wa taala, 1 ditë ose 2 ditë para Ramazanit ka ndruar jetë. A keni pa vlezër? 1 ditë para muajit Ramazanit ka njerëz që vdesin. Ose dikush smuhet para Ramazanit edhe se na agjeron muajin e Ramazanit sikur se viteve tjera. Asnjë prej neve nuk kemi garancë se edhe ditë Ramazanit të agjerosh. Andaj, ajo që ka me të ndihmu që me qenë prej atyre garuesve dhe ka me të mbroj që mes me qenë prej të privuarve prej mirësive të Allahut subhanahu wa taala, foli vetes tënde. Ndoshta ky është muaji i fundit i Ramazanit. Besoni vëllezër, kjo është metodave që njeriu ja çel syt. Ne tash prej haditheve, domethënë që kanë qenë për këtë muaj që ka kalu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose muajin që jemi aktualisht, një prej atyre haditheve që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yatla Allahu tabaraka wa taala ila khalqihi lejletin nisf min Sha'ban. Në mesin e muajit Sha'ban, Allahu subhanahu wa taala i shikon robërit e tij. Fa yaghfiru li jami'i khalqihi, dhe i fal të gjithë krijesat e tij, të gjitha krijesat. Illa li mushrikin au mushahin, përveç 2 lloj njerëzve nuk i fal Allahu subhanahu wa taala. Ai i cili me Allahun e madhron e dikon tjetër, e adhuron edhe dikon tjetër, edhe dikon tjetër sikur se Allahu e don, edhe kjo normal, vëllezër, duket për investimin e çka e bëjmë, duket për brenga që e kemi ne, për dinin e Allahu subhanahu wa taala, edhe për diçka tjetër. Au mushahin, ose për 2 njerëz të cilët janë mes vete dhe nuk flasin. E kjo çka është më e keqja, vëllezër, atëherë kur 2 vëllezër prej një nana, prej një babe, kalon bajrami, një bajram e 2 bajrame, vinë dasmat, vinë vdekjet, ata nuk flasin. Për çka nuk flasin? Për një mur të vjetër. Njerëzit, një të lloj njerëzve që edhe muajin e Ramazanit, a besoni vëllezër që agjiron muajin e Ramazanit, e nuk i ngrihet atij muaj një muaj që ka agjiru. Ndoshta ka dhënë edhe zeqat, ka dhënë edhe sadaka, ndoshta ka qenë edhe në Qabe, ka bota tavaf. Këtyre njerëzve të privum vëllezër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një ditë xhumaja në Medinë tu hip minber. 3 herë ka thonë amin, amin, amin. Këtë kjo vetëm një herë ka ndodhur. Medinë, vetëm një herë. Para se me fillu ligjëratën, i thonë 3 herë amin. Ju ka tregu sahabëve, thot Xhibraili alayhis salam erdhi e më tha, unë do t'i bëj 3 lutje, ti thuj amin. Një prej lutjeve që është lut Xhibraili alayhis salam, o Allah, ka thonë, një njerit ka thonë që i vinë muaj Ramazanit, edhe del e nuk i falin mëkatet, ka thonë qoftë, ka thonë, i poshtërsuar. S'me shfrytzu këtë rast, me qenë i provum vllazër, i privum për këtyre mirësive, nuk ja meriton një musliman. Sinqerisht, Allahu subhanahu wa taala është na thirr në falje. Allahu subhanahu wa taala është na thirr për nderime, edhe njëri mos me qenë aktualisht, mos me qenë aktiv, nuk bën pjesë. Andaj, ma e keqja vëllezër që ndodha në muajin e Ramazanit, e ky gabim trashëgohet prej këtij muaji, është në muajin në 10 netët e fundit, natën e Kadrit. Para mendoni vëllezër, dikush vend që më marr me ata që marrin krit muslimanët që mirën,
me ibadet, me qenë në xhami, dëkundi mrenda, ai vëllezër ka dalë çka me bo shit blerje. Ai ka dalë vëllezër do me blej teshat e Bajramit, por tash ka shku me i kthy se si kanë bo mirë fëmijëve, të si kanë pëlqi. E kjo është me të vërtet vëllezër është privum. Prandaj, nëse keni diçka me blejt, nëse keni diçka me bo për Bajram, mos i leni në 10 ditët e fundit. Doani me qenë në 10 ditët e fundit vëllezër, si thënë me të vërtet për kushtum, për çka? Për Allahu subhanahu wa taala. Se pyetje janë një natë që vlen sa 1000 muaj. Një natë sa 1000 muaj. A 1000 muaj vëllezër janë me qindra vite adhurim. Me qindra vite janë adhurim. Andaj gjithmonë thuaj vetvetes, ndoshta kjo është, ndoshta unë jam prej atyre që natën e Kadrit, më thënë, pranohen lutjet, edhe amnestohen prej zjarmit të xhehenemit. Një shembull vëllezër, çka do të thonë njëri i privum. Para disa viteve vëllezër, para disa dekadave në Afrikën jugore, një fshatar e ka pas një tokë dveti, një plac, si me thonë, një fush, është mundu disa vite që me e shfrytzu, mirë po ka pa që nuk ka bereqet. A e mundohet me e punu, bereqeti nuk del, ashtu sikur ju del njerëzve tjerë. Ka pas diçka problem, dhe firmat e huaja që kanë punu, kompanitë e huaja, kanë ardhur, kanë dhënë një ofertë shumë të lirë. Ka thënë ma mirë, ka thënë pare. Lirë, sa me u lodh, ka thënë për çdo vjet, ka thënë lodhi. Mas disa muajve vëllezër, rrethekojnë atë vendin shpejt, dhe i vin këtij lajmi se në atë vend çka kanë gjetë vëllezër? Kanë gjetë një vend që ka qenë i mbushët ndër ato me altan, me ari. Sot 70% ndoshta të botës, në botë minjera që ekzistojnë në Afrikën jugore. Edhe prej vendeve të ona ka njerëz, firma që shkojnë atje me nxjerr ari. Para mendoni ki njëri se si jeton, e hupa atë këtë mirësinë më të madhe. Tokën ati që ka pas, ka dalë shumë, domethënë, altan. U privova atë për kësaj mirësisë, e kam shit për diçka shumë të lirë. Pra, edhe një musliman vëllezër, sezonat e mira, vendet e mira kur të është, duhet me i shfrytzu. Nga ona tjetër, sikur se thash, që duhet më urujt për çdo sendi që ja prishën shenjtërsinë e muajit të Ramazanit. Lloji i tretë ose i katërt njerëzve vëllezër janë el-ghafilun, të pakujdesshmit. Të pakujdesshmit janë njerëz vëllezër, ata të cilët nuk e dallojnë kohën e mirë prej të keqes. Njërun e mirë edhe të keqen nuk din me i dallu, nuk din me bo dallime mes atyre njerëzve. Ta njerëz vëllezër, nuk tham që nuk janë musliman. Mirë po janë njerëz neglizhent, deri në atë gratë që nuk din se kjo neglizhencë do t'ju bën dëm atyre. Ka njerëz vëllezër që janë neglizhent në çështjen ekonomike. E merr përse hajde sa çka janë 5 euro. Mirë po atë 5 euro për të llogaricish për 40 vite që ke dhënë dikundi për kot, dalin shumë. Kjo është edhe në muajin e Ramazanit vëllezër. Nëse dikush e hupën kohën e tij dhe nuk ja din vlerën, veçanti dy kohra vëllezër. Koha para iftarit edhe koha para syfyrit, që njeriu duhet me kalu si është më e mira, atëherë këta njerëz vëllezër kanë me dalë ditën e gjykimit. Edhe kanë me i ra shumë pishman. Pse e thon kohën para iftarit? Se ata hadithet më thënë ai shpërblimi më i madh çka është për njerëzit të çështjet fetare është, më thënë, se si ka më e përfundu adhurimin. Innamal a'malu bil khawatim. Punat do të llogariten sipas përfundimeve. Nëse një njeri e ka filluar shumë mirë fillimin e Ramazanit, mirë për 10 ditët e fundit kërkut nuk ka qenë, e ka hup. Besoni vëllezër, se në Islam kryesorja çka janë ashtu sikur se fillimet, mirë po edhe përfundimet e veprave. Andaj ajo që ne duhet kujdesemi vëllezër, secili prej neve le ta lip një shokun e tij mirë, që është edhe ndoshta edhe më i mirë se ai, që me atë shokun e tij ka më ndihmu vetvetes tij që me e kalu muajin e Ramazanit si është më e mira. Në çështjet e dunjas, a keni pa vëllezër ta firmat e
e vegjël çka janë, mundohen me kërku dhe njerë ndihmë për me kry punët e tyre prej firmave të mdhaja. Njëri që është i dop nuk din diçka, nuk është marrë me kërku ndihmë prej atij, domethënë që është pak më i dijshëm se ai që me kry punën e tij. Vëllezër, ne para se Gjermani që kina nënshkrujt akte për punat tona, besoni vëllezër që kina nënshkrujt akt se jemi robët të Allahut. Me bë me të përzon prej firmës, kësaj dënjas, kapën stresi, e ndoshta edhe smuhesh, e ndoshta vëllezër e dallashisën punët e, më thënë, çështja ekonomike është shumë më e rëndësishme. Mirë për besoni vëllezër, Rabbul Alamin me të përzon prej mëshirës atij, që muaji i Ramazanit është muaji i mëshirës, nuk ka zaventësim edhe nuk ka zgjidhje për asnjë prej njerëzve. Andaj, lutim Allahun subhanahu wa taala që të na bën prej llojit të parë të njerëzve, të cilët garojnë të mira, të cilët janë të vetëdijshëm se janë në muajin e Ramazanit, muajin e mëshirës, muajin e faljes, muajin e amnestimit, muajin e premtimeve. Lutim Allahun subhanahu wa taala që mos na bën prej atyre njerëzve të cilët edhe se janë në muajin e Ramazanit ose edhe se janë në Qabe e jetojnë jetën e atyre sikurse me qenë shumë normal. Vëllezër, ju lutem, këtë Ramazan mos mendoni vetëm për vetvetet e juaja, po secili prej neve është i rritur, le të mendon edhe për familjen e tij. Ju folim edhe atyre diçka të mirë për të mirën e atyre. Se heshtja kur nuk ka qenë zgjidhje. Unë e di se ka njerëz, ka fëmijë, ka familjar që vështirë i kemi mësu, me i përkujtu. Mirë për kur bëhet diçka për hir të Allahut subhanahu wa taala, del rezultati. Edhe nga ana tjetër, ke arsye që ti e ke bëu tënd. Bismi Allahu subhanahu wa taala të na udhëzon, të na drejton dhe nga të mirat e atij Allahu mos na privon. Allahu na mundsaf që këtë muaj të Ramazanit neve së bashku tonë që e kemi, ta kalojmë muajin më të mirë që kemi përjetuar në jetën tonë të Ramazanit. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين.